ta njerëz që nuk janë shumë të informuar. Megjithatë, ne këtu nuk kem të bëjmë me Izraelin si shtet dhe me Amerikën si shtet, të cilët janë miq tonë. Pra, urojmë që të ketë një strukturë të organizuar e cila u prin këtyre demonstratave dhe të qartë, e cila diferencohet nga këto thirrje. Pra, ne kemi bëjmë me organizime private këtu të biznismenëve dhe realisht të politikanëve tonë, të cilët gjithashtu po shkojnë në linja pak a shumë jo shtetërore, por si të them për të kriju lidhje të fuqishme ndër politike, por edhe biznesore tamaj, edhe pse në favor të shtetit ndoshta. Pra nuk guxojnë të dalin parollat kundër Izraelit, kundër Amerikës, sepse ata janë miq tonë, sot është një Trump, nesër do të jetë dikush tjetër. Edhe familja e George Bushit kishte biznese të fuqishme në Arabinë Saudite me të afërm të familjes së Bin Ladenit, dhe këtë e dim të gjithë. Mirë po, ja që armiku kryesor i Amerikës ishte bërë Bin Ladeni dhe dikur u detyruan edhe që ta likuidonin. Pra, duhet kenë kujdes qytetarët që Shqipëria u flan në zemër, që shteti u flan në zemër, që të ruajnë pasuritë e tyre, që të kërkojnë transparencë, por mos të krijojnë miq të panevojshëm, mbi të gjitha të kenë kujdes të diferencohen nga ideologjitë e islamit politik dhe të vllazërisë muslimane, sepse islami politik për 30 vjetët e fundit është shumë më i fuqishëm, shumë më ekstrem se për 500 vjetë të Turqisë të Osmanëve që ka qenë aty në Kosovë, dhe këtë e din mirë. Sali Berisha këtë e din mirë. Edi Rama, në qoftë se si din të gjithë ja tregojnë sigurimet, këtë e din mirë të gjithë politikanët në Kosovë, përveç Ibrahim Rrugovës, dhe ata po heshtin. Pra, si ka mundësi që tani Edi Rama po thot disa xhami, jo më zotni. Para syve të tu janë poshtruar figurat më të rëndësishme kombëtare. Është poshtruar Skënderbeu, është poshtruar Nën Tereza. Janë falur me qindra para Skënderbeut dhe sot po valojnë flamuj shqiptar në sheshet e Shqipërisë dhe po thirrën me gjithatë parulla patriotike. Pra, si ka mundësi që ai shetiste me vllaun e tij Erdoganin për Turqi dhe u marru xhamia ose qendra islamike mbi 28 milion euro nga Dianeti Turk, një organizatë e cila është e lidhur me Katar Charity, me vllazërinë muslimane dhe në përgjithësi me përhapjen e islamizmit në Evropë. Pra të gjitha këto i din Edi Rama, i din Sali Berisha, i din politikanët shqiptar, dhe tani shkojnë akuzojnë disa xhami të cilat ndoshta edhe nuk janë fare të rëndësishme. Por realisht pra nuk ka asnjë element që të akuzohen njerëz të pafajshëm, e sidomos demonstratat që janë me parolla shqiptare. A ka thirrje të panevojshme në to? Nuk ka nevojë që në këto demonstratat të thirret për Albin Kurtin, për UÇK-n, për këto sene, sepse këto kanë një karakter tjetër mbrana kësaj çështje dhe sporti duhet të ketë një trup organizativ e cila do t'i drejtonte, pastaj të tjerat janë procese ma të gjata. Të them edhe diçka. Edhe në kohën e Bosnës ka pas banka në Shqipëri që nga Katarasit, nga Arabitët, të cilët kanë investuar luftën në Bosnjë. Tani kem organizata të fuqishme që blejnë prona, blejnë toka përmes shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri. Ka projekte që ende nuk kanë dalë në shesh. Vetëm fillimi është Zvërneci dhe Sazani. Pra projektet janë shumë më të fuqishme, depërtojnë deri në Beograd, deri në stacionin e trenave të Beogradit, e një lidhje rreth Evropës, sepse kem të bëjmë me investitorë të fuqishëm që janë prezent në 20 shtete të vendeve, dhe realisht kur gjë të keqe nuk ka këtu, por që duhet qartësi para popullit, sepse kem bëjmë me një pronë e cila do të shitet dhe nuk do të jetë lehtë për mua si shqiptar që të futem mbrana atij territori. Nëse më lejon vetëm një pyetje. Sepse cilët do të jenë vizitorët elitarë që do të vinë? Do të jenë shejket? Tek kjo do ndalesha, sepse Po, mirë, për mua tani do të jenë shejket të cilët do të vinë me nga 20 apo 40 gradë të tyre. Pra kanë ardhur në Kroaci, kanë ardhur edhe në Zvicër. Edhe pse nuk i lejon ligji, do të vinë VIP për shefet e tyre,
dhe ne do të shkojmë vetëm rreth plazheve, nuk do të kemi mundësi ta shijojmë as vendin tonë. Pra të gjitha këto, sado që duken investime kapitale dhe të rëndësie të veçante, duhet të mendohet për gjeneratat e reja. Duhet të mendohet se investitorët që vinë nuk do të rrinë vetëm mbrana resoteve të tyre. Do të shtrinë rrjetin siç kanë shtrirë në të gjithë trojet shqiptare dhe pasojë edhe problemet sidomos nga islami politik dhe nga fundamentalizmi islamik i cili çdo ditë provon të tjetërsoj kulturën dhe të vendosë një rrjet paralele sipas shariatit, po vrehen. Prandaj nuk është puna qash e thjeshtë sa po na bën Edi Rama, puna është shumë ma komplekse, do një studim shumë ma dinitos, do një transparencë shumë ma të madhe, do të kyçen ekspert të pavarur që bojnë një vlerësim, dhe mbi të gjitha duhet rinia tjetë përfshirë në këto diskutime, dhe në qoftë se tani të gjitha palët pajtohen, absolutisht nuk ka njeri i cili është kundër investimeve në trojet tona. Në fund për ta dhe vetëm një pyetje. Ka dhe një dallim në mes të energjisë tani që ofrojnë amerikanët në Kosovë, në fushën e gazit. Për gazin. Po, dhe kjo në Shqipëri. Për mua, dikush dëshiron, ndoshta janë investime strategjike, por për mua Sazani dhe Zvërneci nuk janë investime geopolitike. Dërsa gazi, energjia është investim geopolitik, prandaj duhet dalluar këto dy gjëra. Atje është e rëndësishme ashtu që të punohet bashkë me partnerët tonë, edhe nëse kushton më shumë, por kjo është një çështje krejtësisht private, një çështje që sot janë në pushtet e nesër nuk janë në pushtet, ndërsa pasojë do t'i paguajnë gjeneratat e reja. Kjo është në fund për ta mbyllur, fiton Rama apo protestuesit? Tani unë jam gjithmonë në anën e gjeneratave të reja, gjithmonë në anën e protestuese, unë nuk dua politikan që me një vend qëndrojnë më shumë se 8 vjet. Këtë nuk e dua as në Kosovë, as në Shqipëri, as në Zvicër, as kudo që tjetë, sepse kur po sundojnë gjatë po e nin veten si monark dhe po sillen si monark. Prandaj për mua të kërkoj vetëm qartësi, kërkoj qartësi nga demonstrues, kërkoj një trup udhëheqës të profesorëve të tyre, të njerëzve, kërkoj një diferencim nga elementet e papranueshme që janë dhe sigurisht pastaj ty me njajnojnë figurat, ta quaj ashtu figurat politike që po kanë dominu me dekada në politikën shqiptare, të ofrohen njerëz të ri, njerëz me perspektivë dhe të krijohet një trup politike ndoshta e re e cila do të sjellë një perspektivë tjetër vendit. Zoti Gashi, të falenderoj për këndvështrimin që sollet nga Zvicra për debatin në Tiranë. Gjithashtu, falenderoj për juve.